Një njeri optimist jeton më gjatë se një njeri pesimist. Është e vërtetuar, e studiuar, e publikuar edhe me shifra eksakte. Midis meshkujve, ata që janë optimistë jetojnë rreth 11% më gjatë, e ndërsa midis femrave, ato që janë optimiste jetojnë rreth 15% më gjatë se ato që janë pesimiste. Çfarë do të thotë kjo me vite konkrete jetë? Nëse marrim një mesatare gjatësie 80-90 vjeçare, për meshkujt kjo do të thotë 9 vite jetë ekstra, e ndërsa për femrat rreth 12 vite ekstra jetë. Optimizmi karakterizohet një nga veçoritë më kryesore tek shpresa që gjëra më të mira do të vinë. Duke mos ndalur tek gjërat e vogla, por duke patur një vizion, një shpresë dhe duke e ditur që më mirë do të bëhet. Ajo që është më e bukur në të gjithë këtë është që optimizmi nuk është vetëm që i shton vite jetës, por i jep jetë viteve. Që do të thotë ato vite që ne jetojmë, jo vetëm që jetojmë më gjatë, por janë plot me jetë, janë më të bukura, janë më cilësore.